Unë kisha një motër me babë e kisha martuar në Kukës. Edhe ajo më bëri mua për një njeriu në saj atje. Dhe edhe më martova. Vetë, se prindit të mi, mamaja dhe babaj më tonë. Kush ishte shkaku i divorcit? Shkaku grindja, nuk kishin të hanin në fshat, që grindeshim neve, edhe më merë mamaja mua poshtë në lorë. Edhe i thotë ti po do hajde poshtë, po do, i thotë do ndajemi, se nuk e lëmë që po të vilak në Kukës. Ai gënjente, thë se jo do vi, atë e kishin pleksu të motrat, e kishin gjetur një tjetër, e pastaj ai u martuan dhe, u ndelat dhe, kjo është shka. Jo, nuk u martova. Nuk u martova se si thoshin atëre me 3 fëmijë. Do gjeja, do bëja, do plekseshin, do rëtulloheshin, do bëheshin lëmsh, edhe si dje qaburi do mbite mund të më prejtë të qupa, se atëre punonim dhe me 3